Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit është rikthyer sërish në Theth për të vijuar me shëmbjen e disa ndërtimeve të tjera të klasifikuara si të paligjshme. Operacioni ka nisur me shëmbjen e një objekti 3 katësh që ndodhej në ndërtime sipër. Ndërhyrja e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit po mbështetet nga forca e policisë së shtetit. Deri më tani nuk është dhënë një informacion zyrtar mbi numrin e saktë të ndërtimeve që do të shëmben në këtë fazë, por disa burime flasin për 8 objekte, ndërsa të tjera përmendin deri në 35. Megjithatë, ajo që është sigurt dhe ka të bëjë me faktin se Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit është në terren dhe po vepron në përputhje me evidentime që janë bërë ndërtimeve pa leje në zonën turistike të Thethit, e cila është mbrojtur me statusin e parkut natyror. Ndërkohë, për mediat është shpërndar një reagim i famulitarit të kishës së Theth Breglumit, Kastrio Demaj, i cili i bën thirrje shtetit që të mundsojë për banorët e Dugazhinit rinovimin e shtëpive të vjetra dhe të braktisura për shkak të kushteve të vështira të jetesës. Sipas tij, me ndërtimin e rrugës së Dugazhinit, banorët e Dugazhinit do të kenë mundësi të rikthehen në tokat e të parëve të tyre. Faza e parë e këtij operacioni në Theth nisi në korrik, kur u shëmben rreth 45 objekte. Më pas, aksioni i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit për shëmbjen e ndërtimeve pa leje u zhvendos në qytete të tjera si Tirana, Vlora, Saranda dhe në Valbon, për të rikthyer sërish aty ku e nisi në Theth ditën e shtunë me 4 tetor.